Liçeni i Shkodrës edhe këtë sezon veror është një nga zonat e mbrojtura më të frekuentuara në veri të vendit. Peizazhi i liçenit, ndërthurja me malin në afërsi, qetësia dhe mundësitë për aktivitete në natyrë janë ndër elementët që impresionojnë vizitorët. Për shumë prej tyre, surprizë mbetet mikpritja dhe gastronomia tradicionale e zonës. We are from India, but we live in UK. Jemi nga India, jetojmë në Angli. Liçenin e Shkodrës e kemi njohur nga Instagrami fillimisht dhe tani që jemi këtu, po na pëlqen shumë. Këtu ke mundësi të notosh, të lëvizësh me biçikletë, me padel, është shumë këndshëm. I'm from Germany. Unë jam nga Gjermania, është era e parë në Shqipëri dhe liçeni i Shkodrës është një nga destinacionet që kam planifikuar të vizitoj dhe po më pëlqen shumë natyra, gatimi, njerëzit gjithashtu janë shumë miqësor. Në këtë panoramë, Shiroka dhe Zoga janë pikat më të frekuentuara që ofrojnë mundësi edhe për aktivitete dhe sporte ujore, që japin një tjetër dimension qëndrimit në këtë zonë. The US, Colorado. Vim nga Shtetet e Bashkuara, Colorado, dhe sapo kemi mbërritur këtu në liçenin e Shkodrës. Natyra fantastike, edhe më bukur nga ç'e kemi parë në internet. I love swimming. Unë pëlqej notin, shëtitjet me vark, me biçikleta, ecje, dhe ky vend t'i ofron të gjitha. Liçeni i Shkodrës nuk është vetëm një destinacion veror. Si zonë e mbrojtur, ai ofron mundësi për turizëm gjatë gjithë vitit. Në 7 muajt e parë të këtij viti, zona liçenit është vizituar nga afër 110.000 turistë vendas dhe të huaj, ndërsa fluksi më i lartë është regjistruar gjatë periudhës maj-korrik.